Shpërblet, ndërkohë pyetja radhës vjen nga një televizionist tjetër i cili na përshëndet me përshëndetjen islame dhe thot para së gjithash e dim se në islam nuk ka turp për të mësuar dhe për kuptuar të vërtetën. Ndaj nisur në këtë gjë thot pyetja ime është kjo. A ka thot ndonjë rregull apo kufizim se kur lejohet një çiftje bashkëshortor të ketë marrëdhënie intime, a lejohet kjo thot çdo natë apo është mëkat apo jo? Paraprakisht tu kisha cek disa pika. Pika e parë është të duhet të ndalemi tek hadithi i Aishës radhiyallahu anha, që transmeton Enesi radhiyallahu anhu, lidhur me konceptet që e përmendën se në fe nuk ka turp për ta kuptuar të vërtetën dhe të drejtën. Është shumë e vërtetë kjo, se domosdoshmë Islami na obligon që të kërkojmë të vërtetën edhe të drejtën, dhe ta mësojmë mirë dhe ta praktikojmë në jetën e përditshme dhe të mos ngurrojmë apo të mos turprohemi që ta kërkojmë këtë. Mirë, po këtu nuk do të thotë tash të hapen gjitha vijat, edhe gjitha kufet, edhe të kalohen, edhe ose të keq përdoret kjo, edhe thuhet domosdoshmë të mos ketë marrën e fe, por megjithatë duhet të ketë turp, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë el hayau min el iman, turpi është pjesë e imanit, është pjesë e besimit. Megjithatë, edhe në kohën e Aishës ka pas një lloj kufizimi rreth pyetjeve, ka pas një pengesë, një perde mes tyre dhe njerëzve që kanë sahabë që kanë shkuar dhe kanë pyetur për jetën bashkëshortore mes të pejgamberit alayhis salam, megjithatë ka një kufi. Kjo është kur ta marrim një shembull, nëse një nxënës në shkollë, në orën e matematikës, nuk e kupton qartë mirë një detyrë të matematikës dhe nuk urren me bë pyetje shtesë nga te profesori për ta saruar një sharim, për ta kërkuar një sharim shtesë. Prandaj në këtë rast nuk ka nevojë më ngurrua dhe më turpruaj. Kështu komentohet dhe kuptohet edhe hadithi i Aishës, që ne nuk duhet të ngurrojmë për të kuptuar domosdoshmë gjanat e vërteta edhe dispozitat e Islamit, madje edhe me raporte të ngushta mes dy bashkëshortëve. Por megjithatë, janë disa rregulla, është një kulturë, është një disiplinë që duhet ta ketë parasysh secili besimtar, edhe me rastin e pyetjes edhe kërkimin e përgjigjes, që unë e shoh më të udhës që në rastet më intime që edhe Islami çdo segment jetës e ka rregulluar mirë dhe ka dispozita, është mirë që edhe këto të bëhen pak në formë më diskrete, pak më intime, sidomos sot është një mundësi e mirë përmes internetit, përmes shkrimit nga emaili, të kërkon sarime shtesë edhe gjona më në detaje se si duhet jetë raporti bashkëshortor, raporti intim. Por megjithatë për të mos i mbetur borxh në pyetje domthon pyetjet, ne po e përmendim këtë se është vërtet që raporti i mirë bashkëshortor në raportet e tyre intime ndikon edhe në jetën e përditshme mes dy bashkëshortëve dhe në lumturinë e tyre që duhet të kenë kujdes. Në pyetjen konkretisht që e ka bë pyetsi, preferohet që së paku një herë në javë të kenë marrëdhënie intime bashkëshortët, por megjithatë kjo çdo natë apo është mëkat apo s'është mëkat, kjo kthehet në disponimin edhe vullnetin e vet dy bashkëshortëve. Është e lejuar, kanë të drejtë, domthonë brenda javës sa herë të don, çdo natë apo jo çdo natë, kjo po të kthehet në disponimin e dy bashkëshortëve, që duhet të kenë mirëkuptim të dy bashkëshortëve, si burri ashtu edhe gruaja. Kur është disponimi, kur është forma, gjendja, lodhja, mërzia, ose janë disa probleme të përditshme që mund të ndikojnë të njëri ose tjetri bashkëshort, të ketë domon një mirëkuptim mesin e tyre, domon s'është problem. Kanë të drejtë, sa herë don, si të don, por duhet të jetë konsiderat mirëkuptimi dhe domon shikimi i gjendjes njërit për tjetrit, edhe disponimi sigurisht.